Ato që bën kryeqytet Tiranë ishin rastësisht, sepse qeveria nga Lushnja do të më shkuën Durrës. Po Durrës ishin italianë dhe qeveria e Durrësit. Si ka mundësi që ka rezistu kohës një objekt 400 vjet, edhe i ndërtu me qerpish? Fjala shqiptar, termi shqiptar ka fillu me kohën kur islamizimi i Shqipërisë kishte mërrit kulmin. Hoq Arbënia, Arbënesh. Kjo trashëgoi vetëm ne. I than Pasha Hazretleri, Tiranën e bën Bashkend, se kështu i thëshin kryeqytet. Ashtu thot po. Lum Tirana, mirë ju. Mirë Tirana. Të nderuar miq, në raste të tilla është mirë që figurat prezantohen dhe të bëhet një hyrje rreth tyre. Mirë, po janë disa figura, disa personazhe që na lojnë pa tekst, si i thon. Pra mjafton që të përmendesh emrin e tyre edhe ke thënë gjithçka. Me neve sot kemi profesorin nderuar Gimbardhi, i njohur për të gjithë, që Zoti ka dhënë një memorie edhe një rrjedhshmëri ligjërimi që inshallah edhe ne të përfitojmë sa më shumë prej tij. Profesor, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Jam i nderuar që të kam këtu. Faleminderit. Profesor, unë bashk duhet që të ndërtojmë një lloj retrospektive historike, të bëjmë një lloj përshkrimi, një lloj perspektive historike që janë disa ngjarje të mëdha që ne i kemi kaluar si popull, po që e pranojmë apo se pranojmë ne, ato kanë lënë gjurmët e tyre tek ne dhe jemi ndërtuar mbi të, na kanë formuar subkonsciencën e të tjerë. Nëse do ta vendosim Shqipërinë në kontekstin ballkanik të hershëm, pa duke marrë parasysh kemi perandorinë romake, kemi perandorinë bizantine, kemi venedikasit, vinë osmanët, Austro-Hungaria, në këtë mozaik të madh kemi qenë edhe ne. Cili është roli jonë, cila është prezenca jonë në këtë realitet? Tashti historia na tregon që deri në vitin 1444, 445, shteti shqiptar nuk ka pas në kuptimin e plot të fjalës, ka pas principata të cilat dilshin ose nga gjiri perandorisë bizantine, ose këtyre nga invazionet serbe e bullgare kështu me radhë. Pra ka qenë një grumbull principatash që herë zhdukeshin edhe herë ngjalleshin. Me futjen e turqëve në Ballkan, principatat shqiptare me qenë që vëmendja e serbëve, e bullgarëve, vetë meturimit e perandorisë bizantine u larguan, u krijuan topijat, kastriotët, e kështu me radhë. Po, shteti shqiptar, në qoftë se do të quajmë kështu, u kriju në vitet 1400 mas mbledhjes ose mes mbledhjes Lezhës 1444 dhe krijoi një farë uniteti, po jo të plot. Secila principat shqiptare përpiqej të rrute vetë atë autonominë, pavarësisht autoritetit të absolut, themi të Skënderbeut. Mas vdekjes së Skënderbeut, u duk që ky bashkim i shqiptarëve, pra i principatëve shqiptar, nuk kishte qenë ashtu. Filluan të shkërmoqen dhe filloi edhe në të njëjtën kohë prania e otomanëve ishte këtu. Stabilizua dhe autoritetin. Biles, në qoftë se do të shohim, kishte raste që shqiptarët i thritëshin vetë, është viti 1385, kur topijat edhe të Shkodrës, Balshajt, u grindën për arsye që i din ata. Dhe filloi përgatitje për luftë. Në shtator, me 5 shtator të vitit 1396, në Savër të Lushnjës, bëhet betejë e madhe midis shqiptarëve dhe shqiptarëve. Pra, topijeve edhe balshajve. Në ndihmë topijeve vin ushtria turke që ishte në Kostur. Dhe betejë përfundoi në favor të topijeve, po turqit u futën këtu se nuk u larguan nga Berati. Pra, këtu fillon edhe ajo pavarësisht, por ajo tendenca centrifugale për të largu e
krerëve shqiptar vazhdoi deri vonë, deri më pushtimin turk. Po dhe në pushtimin turk, filloi procesi i islamizimit. Në fillim u islamizuan kryesisht elita, sepse shifshin interesat e tyne. Edhe ishin pak ato, edhe nga elita u larguan shumë pak drejt perëndimit. Pranun ato në një formë se në formë tjetër. Dhe procesi i islamizimit ka zgjat deri vonë, deri nga vitet deri në fillim shekullit 19 proces. E kështu që në këtë mënyrë filloi edhe vazhdoi historia e principatave shqiptare, të cilët edhe në atë shekullin e 18 ai pat të tendenca. Bushatllit, ato të Beratit, pra Dukagjinët me vilajet. Berat një tjetër. Pastaj shteti turk desh të ristabilizohet duke i shtyp të lëvizje separatiste shqiptare, pra Ali Pashtepelenën, Bushatllit, e të tjerë. Që silleshin si autonom. Ishte vonë të shti. Perëndoria turke ishte në fundin e saj, sepse nuk që e zonja të njeki venet tjera. Profesor, normalisht janë shumë vite, shumë shekuj dhe na solle shumë bukur në fillim shekullit 19. Pra në kohën ku shqiptarët kishin një lloj, po themi, autonomie lokale, pra ku vetë qeveriseshin, paralel me këto, fqinjët tanë fillojnë revolucionet e tyre. Pra revolucioni grek, më vonë ai. Ne këtu flitet për revolucion grek. Ai ka qenë një lëvizje më tepër me karakter fetar fillimisht. Pastaj në shtytjen e Europës, edhe të emigracionit grek, pra shoqatave filiqeteria në Godese, në Rumania, etc., mori karakter kombëtar. Në këtë lëvizje kanë luajtur rol të madh shqiptarët e Greqisë, pra arbanitasit. Dhe mendimën e Europës, sidomos pas betejës në Varinos, flota anglo-franco-ruse kundër flotës turke ose egyptianet me Metaliut, arriti të krijohet shteti i parë grek, i cili fillimisht prap drejtohej nga shqiptarët e Greqisë në përgjithësi. Pjesa tjetër, slavët, pra serbët, malazezët, bullgarët patën një ditor shumë të fuqishëm Rusinë, e cila jo vetëm me armë, parë dhe me të gjitha mjetet tjera, por filloi futi në shërbim të tyne kishën edhe kulturën. Pra filloi të krijohet një pol tjetër në veri, i cili në vitin 1878, me paqen e Shën Stefanit, përgatiti fundin e perandorisë osmane. I maksimalizuan idealet e tyre. Pra meti perandoria turke meti vetëm një rrymë i vogël midis pra Bullgarisë sotme, Serbisë, edhe pjesës veriore më Thesalisë, Greqisë dhe Shqipëria, që do të merrte fund në vitin 1912. Tash me gjithë këtë panoramë që mund ta quajmë të zymt, ne si shqiptar, ne si popull, kemi disa karakteristika që na dallojnë nga fqinjët tanë. Pra siç është ajo që ne përmendim shpesh, bashkëtesa fetare. Po. Por siç kemi edhe gjuhën që na dallon. Pavarësisht se mund të themi që gjithë këto ndikun tek neve ose mi po shohim që tek gjuha nuk është se kanë lënë ndonjë gjurmë të madhe. Pra, a kemi ndonjë ngjarje, a kemi diçka që mund ta përmendim, ta theksojmë këtu? Kjo nga gjithë popullit e Ballkanit, populli që dallonte nga tjerë ishte populli shqiptar. Nga gjuha, nga prejardhja, nga ajo kulturë e tjetë, ndryshonte si nga grekët, ashtu dhe nga slavët. Ndikimi, pra, islamizimi i Shqipërisë nuk e prishi unitetin kombëtar, pra unitet. Shqiptari gjithnjë nuk e ka quajtur atë ortodoksin armik ose katolikun armik. Milës në kohën e lidhjes Prizrenit u afruan më shumë për të përballuar si katolikët, si muslimanët përballuar rrezikun verior. Pra, historia e bën që
duke qenë popull i veçantë, të kishte edhe rrezikun e madh të azgjësimit. Slavët paraqiteshin që shqiptarët janë një popull që pa identitet. Po dhe grekët ashtu, që ishin gjithë pjesën ortodokse që ishin grek. Ose grek të shqiptarizuar. E kështu që u desh lëvizja e patriotëve shqiptarë të cilët kuptuan që perëndoria turke është në fundin e saj. Dhe nga kjo, domethënë, kur thonë ato salvare salvabile, të shpëtojmë ata që mund të shpëtojmë. Edhe lidhja e Prizrenit që momenti i parë kur shqiptarët e kuptuan se pa unitet kombëtar, pa një luftë përbashkët, dhe fillimisht ja dolën. Nga Shqipëria në hikën vetëm disa gjëra të vogla, Ulqini, Tivari dhe ca pjesë në veri dhe Meti. Fatkeqësia e madhe që viti 1912 kur Aleanca Ballkanike me ndihmën e Rusisë edhe të vendeve tjera europiane çoi në shkatrimin e perëndimit të tyre dhe krijimin e kësaj Shqipërie që kemi sot. Përmendim shumë ngjarje mesjetare. Pra po të bëjmë një paralelizëm me aktualitetin ku jemi sot, ose të paktën shtetin kombëtar shqiptar. Pra përmende principatat që funksiononin si autonome, pavarësisht se në autoritetin e Skënderbeut pas Kuvendit Lezhës. A mos ka një ngjashmëri, një lloj paralelizmi edhe sot, që shohim që shqiptarët është shumë vështirë të unifikosh politikisht? Jo, jemi 6 shekuj përpara. Psikologjia e popujve ishte perëndoria bizantine ishte një perëndori shumë komshe, që kishte në të lloj komësh. Dhe më në gjinit saj dilshin nga herë, sa më shumë dobësohej pushteti qendror i perëndorisë, aq më shumë ngrishin kokën këto principatat e vogla. Principatat e para shqiptare janë të shekullit 9. Kishin për kryeqytet Krujën, ato. Pastaj ato u rrenun përsëri nga vetë sistemi i kohës. Për të rikriju prap. Mas betejës madhe të Maricës mes turqëve dhe o koalicionit ballkanik 1396 ka qenë ajo. Ku ballkanësit u shpërtallun, filloi invazioni turk. Dhe këtu, mas betejës Kosovës, serbët, perëndoria ose mbretëria serbe mori fund. Dhe rreziku i principatëve shqiptare që s'kishin asnjë unitet, sepse ortodoksit, katolikët e veriut me ortodoksit e jugut, për shqiptarë ishin ato, po si rezultati ndarjes kishave, kishin njëri me tjetrin. Dhe i hapën rrugën më lehtë invazionit turk. Pra, beteja e Savrës në Lushnjë është një nga treguesit. E pasojë e kësaj. Tashti vitet Europa nuk ishte kjo që është sot, edhe ajo kishte të vjet. Por i vetmi kom në Europë që nuk kishte lidhje me të tjerët nga gjuha, nga përjardhja, ishim ne shqiptarët dhe ne e kemi kapërcy me vështirësi vujtjet që i takojnë një populli si puna ishim, popullit vogël. Bëjmë i kapërcim, profesor. Është bërë e njohur kjo Shqipëria fuçi baruti, Ballkani fuçi baruti. I kohë që po të shohim në Ballkani është zemra e qytetërimeve. Pra qytetërimi romak nuk perceptohet pa Ballkanin, Bizantin po ashtu, Osman jo se jo. Atëherë nga lindi si u zhvillu kjo? Fuçi baruti Ballkani u bë mas viteve 1878, kur krijuan shtetet Bullgaria, Malizi, Serbia, Greqia, të cilët aspirojshin të krijojnë perëndori të dikurshme. Perëndoria serbe, perëndoria bullgare, e kështu me radhë. Edhe perëndoria bilës grekët kërkojshin ringjalljen me Galiden, ringjalljen e perëndorisë i vetmi shtet ose i popull që ishte jashtë këtyne. Mirë, po për të arritur qëllimin, serbët kanë fillu luftë kundër 3-4 herë deri në 1878.
kanë fillojshin luftë kur të tekeshin kur në lanë ndikimin e Rusisë. Armatimet, idetë, drejtuesit, generalet ishin kryesisht rusë. Vini nga andej. Por, dhe u quajt fuqi baruti sepse në vitin e qershor të 14-s në Sarajevo, nacionalistët serbë vranë trashëgimtarin e fronit austro-hungares, Franz Ferdinandin. Dhe kështu që aty filloi lufta e parë botërore që katastrofë e madhe për Evropën edhe për gjithë njerëzimin. Edhe sot atë fillojnë ta quajnë këtë, megjithëse që nxitësit nuk janë në Ballkan, janë përtej Ballkanit. Po. Po termi shqiptar, profesor. Po në mes jetë për shembull nuk e gjejmë. Gjejmë emërtime të ndryshme. Fjala shqiptar, termi shqiptar ka filluar me kohën kur islamizimi i Shqipërisë kishte mbërrit kulmin. Hoq Arbënia, Arbënesh. Kjo trashëgoi vetëm ne. Arsyet se si ndryshoi ky emër, unë nuk i di, edhe s'kam një gjuhë. Por Arbëresh, ata shqiptarët e Italisë e ruajnë edhe të Greqisë. Pra Arbëresh. Ne ky proces vazhdoi, lumi shkumbin dallonte pjesën katolike të Shqipërisë me pjesën ortodokse. Arqipeshkvia e fundit në Shqipëri ka qenë çuditërisht Kloika edhe Mamli. Sepse për te shkumbinit fillonte procesi ortodoks, rrallë në i katon në veri. Në procesin e islamizimit filloi dhe procesi i ndryshimit e emrit. Jam shqiptar, thotë, nuk thënë më jam Arbëresh. Po këtë përqafun edhe ortodoksit dhe katolikët. Dhe emri Arbëri mete thjesht si një diçka eskalumes. Periferishim. Dhe ma tepër Arbëri, kjo fjala e fundit pat me të Shqipërinë e mesme, dhe kemi hala, unë kam një gjuhë, kur ishe i vogël, plaka nga Malësia që dhe shënejmi Arbënar. Kemi edhe për shkumenit Arbanën, pa. Pas të shti se si u përhap kjo, që shë nuk kemi hala në i të dhanë, janë përpjek disa historianë, por me sa duket nuk e kanë rritë qëllimin e plot të spjegojnë në ndryshimin jo cilësor të shqiptarëve, po të emrit të vynë nga Arbëresh në shqiptar. Edhe shqiptar. Ndoshta kemi shumë për thonë, takohemi në herë tjetër rreth kësaj. Po themi se si lindi dhe si u zhvillu termi shqiptar. Pavarësisht ndarjes madhe fetare që përmendet dhe si lumi shkumbin shërbente si kufiri, pra ndikimit latin me ndikimin ortodoks, po të shohim që tek shqiptarët, pra është zhvillu një tolerancë, pra. Disa e quajnë edhe një lloj mos interesimi, pra që shqiptarët kanë për fenë tjetër. Për mendimin tim është kot kjo, pra indiferenci nuk shërben. Unë kam idenë që shqiptarët janë tolerantë. Jashtë në historinë e Shqipërisë, pavarësisht lëkundjet, lëvizjet, me fatkeqësitë ose fitoret një tjetër, asnjëherë nuk ka thënë që unë jam musliman, unë jam ortodoks ose unë jam ne. Me gjithë ndikimin e fuqishëm të grekëve në jug, edhe latinëve në veri. Ai ka thënë gjithë jam shqiptar, edhe toleranca ka qenë njëri me tjetrin njerëz. Vetëm shqiptarët musliman me ortodoksës musliman janë bë vëllezër gjaku. Tradita që kanë pas. Probatin që i thonë ato. Dhe nuk kanë pa, unë kam qenë vetë dëshmitar i vogël që në Ramazan thërriteshin edhe ortodokset të ortodoksë që Tirana. Për Bajram, të parët që vishin për vizita tek muslimant ishin ortodoksit të Tiranës, ose e kundërta, vezë të kuqe, ortodoksit i bishin tek muslimanët. Në për iftare, vazhdimisht, kishte pjestarëve. Pra, toleranca fetare ka qenë. Nuk ka thënë kurrej, nuk e përshpirësu rastet veçanta, atjeti që i bite nga ma tepër nga ignoranca, nuk ka thënë kurrë ky hik parti. Të bëjmë një parantezë, ndoshta edhe për dëgjuesin.
Por në Tiranë ka pas komunitet ortodoks, por nuk ka pas komunitet katolik. Ja, Mi po shohim që ka kishë katolike. pa prapë, thështi. Në Tiranë, deri në nga vitet 1870, kishte vetëm 4 familje katolike. Por që të krijosh kisha, do të ishte 5. Ky ishte rregulli. Po, ishte rregulli, pa ishte arsyeshme këta, s'po ta kishte. A ne nga viti 1880, pra u desh që nga Durrësi, sa aty ishte qendra, si po thënë, i peshkvija, që kishte pjesën qendrore e Shqipërisë dhe këto kurbinin që ishin zona katolike. Edhe mendimin e popullit të Tiranës, muslimanëve të Tiranës, u dha trulli dhe dha ndihmë, ka qenë aty ku është bë ajo tashti ish pasqeria Peza. E prishën anë 67-ën atë, kishte vogël e bukur dhe kishte edhe qelën aty ku rrinte prishti. Kontributi muslimanëve ka qenë shumë i madh. E para punë që e pranon aty mes muslimanëve. Pa ndikun që të vinë ato, pra i plotësu numrin 5. Jo vetëm që nuk i tha kush, por respektoheshin edhe familje Guga, këtu ka qenë Tiranë, Lezhë, kanë qenë të respektuar, nuk i ka fy kush për punë feje, absolutisht. Dhe Ana Sjeltas. Tokën e kishës kam dëgjuar profesor që është dhuru. E dhuru pra familja edhe Këllist. Po, nuk po më kujtohet është emri e saj. Këllist, ato. Aty e dhurun tokën që të bëhet kisha. Dhe kanë kontribuar dhe edhe monetarisht. Se dhanë shumë pak, për shembull, edhe Papa i Romës pak, edhe Franz Jozefi pak, pra, edhe vetë komuniteti katolik në Shqipërinë, Durrës, pra, dhanë atë. Aq sa më ftoi që të bëhet kisha, edhe të jetoj deri në vitin 1967 kur e prishën. Prishën, po shqiptarët. Po shqiptarët. Profesor, kemi ardhur shumë bukur, pra dolëm tek Tirana. Edhe me profesor Gimbardhin nuk mund të rish pa fol për Tiranën. Edhe unë mendoj si pjesë të dytë të këtij takimi. Pra shohim që Tiranën në shekullin 20 e kemi kryeqytet. Mi po ka shi qyteteve të tjera, pa me logjik ftohtë si kjo e imja, Tirana nuk e meritonte të ishte kryeqytet. Pra përballë Durrësit, përballë Shkodrës, pastaj edhe shumë role të tjera në histori. Ato që bën kryeqytet Tiranë ishin rastësisht, sepse qeveria nga Lushnja do të më shkuën në Durrës. Po në Durrës ishin italianët dhe qeveria e Durrësit. Që doli jashtë se. Trupët italiane u përpoqën të inalojnë edhe inalun me hyn Durrës, por ato qeveria erdhi në Tiranë. Tirana kishte objekte të mjaftueshme për të vënë qeverinë asaj kohe. Aty ku është sot Akademia e Arteve, ajo ka qenë edhe neja e qeverisë parë. Akademia e Shkencave. Akademia e Shkencave, po. Aty ka pasur sa ndërtesa të tjera, të cilët u zhduken me kohë. Mirë po, pse nuk mund të bësh Durrësi? E para punë, Durrësi ishte qytet shumë i vogël. Malarik. Me kënet. Këneta një tjetër. Pa një interland të përkrahte. Ma tepër të gjithë katunet e Shijakut e të Kavajs lidheshin me Tiranën dhe Durrësin. Shkodra. Nuk mund të bësh kryeqytet sepse jo me top, po me pushk nga Taravoshi mund të gjyshe qytetin e Shkodrës. Të tjerat bines u folën atë kohë që nga njerëz që nuk i kishin, të bëhet edhe Kavaja, po të bëhet edhe Belshi, kujteshin se mund të bëhet që kryeqyteti. Kështu të që meti provizorisht deri në vitin 1925 që mori titullin e kryeqytetit, i plotësonte të gjitha kushtet Tirana. Edhe fushën, edhe malin, edhe ujin, edhe afër Durrësit. Edhe gjeografikisht, edhe politikisht, po. Tashi, në formimin... Kur të marrojmë këte, do të tregoj gjatë vogël, kur të marrojmë këte. Mund të tregosh tashi? Kur bë Tirana kryeqytet, këtu ishte një oficer i lartë i ushtrisë turke, general armate, Mahmud Hayret Pashi Jella. Pa nga Jellë të Tiranës. Jellë të Tiranës, po ka qenë komandant i frontit perëndimor në luftën ballkanike. I thanë Pasha Hazretleri. In the room. Pa.
Tiranën e bën bashkend, se kështu i thëshin kryeqytet. Kryeqytet. Ashtu thot po. Lumë Tirana, mirë ju. Mirë Tiranës. E kemi dëgjuar si shprehje, po nuk e dinim burimin e saktë. Tashi, shkojmë pak më thellë tek Tirana. Pra, e dim gjithat historinë, pra që kemi gjuhur për Sulejman Pashbargjinin e themelimin. Ke diçka për të na thonë që ndoshta nuk qarkullon në zhargonin ton historik të Tiranës? Në ngjarje, në emër. Po shiko. Historia e çdo qyteti ka edhe ngjarjet. Tirana u fillu dhe u drejtu nga bargjinët, që ishin shumë të avancu. Dhe për trashëgimia e bargjinëve në qendër Tiranës, fillon me xhamin, ti nuk e ke pa xhamin, ka qenë një kryevepër, ja bukur shumë. Unë kam qenë shkoj shumë të vegjël aty, e kishte edhe shtëpinë afër. Xhamia e Çitembejot, ka qenë xhamia e Karrapicit. Dhe pazari i vjetër, se ta quajnë pazarin e vjetër, atë pazarin që u prish në 60-ën, po ka qenë krejtësisht ndryshe. Pazari bukur, biles austriakët kanë bëjë fotografi aerore në 16-ën, aty duket se sa ka qenë. Se këto shokët na quajtën qendra e korrupsionit, qendra e kësaj, gjatë. Ishte një trashëgimi jo vetëm ekonomike, ku zhvilloheshin ose drejtoheshin zejet nga më të ndryshme. Zeja që nuk kishte disa që nuk kishin qytetet e tjera. Por zhvillimi futi elementet e parë të kapitalizmit erdhën më vonë në Tiranë. Për shembull, Shkodra i kishte më përpara, edhe Korça, edhe Vlona. Dedi u amundsonte. Në Tiranë filluan me vonesë, por ndryshe nga të tjerët. Për shembull, centrali i parë elektrik që është hala në Artesa përballë shkollës Ismail Qemali, ishte i vitit 1925 me kapacitet të madh për kohën. Po fillon të ndërtohen edhe oficina, u zbajnë me fabrikat të vogla. Janë të vogla, por që i dhanë formë qytetit të Tiranës. Sigurisht, në këtë nuk morën pjesë vetëm qytetarët të Tiranës, por edhe ato që erdhën nga Shkodra, nga Korça, nga Elbasani. Tashi, profesor, po të shohësh gjeografikisht, janë disa kodra, pra Tirana ka një shtrirje shumë bukur. Pra këto kurrizet kodrinore. Më të bukur nuk ka këto. Pa si me dorë, domethënë që po të shohësh me perspektivë, pra Preza, Petrela, Ndroqi, pra ishin zona qendra të hershme, edhe urbane, edhe administrative, po që edhe rreth bërthamës tyre mund të ishte zhvilluar një qytet shumë i bukur. Mi po shohim që këto qendra e humbën rëndësinë dhe u zhvillu qyteti këtu ku me bargjint. A ka një faktor, çfarë janë kushtet që e kanë nxit apo e zhvilluar? Ka tjetë për themi të tërë qendra, Petrela, Preza, edhe kishin diferencim të madh edhe kulturor dhe në mënyrën e jetesës me katon e tjera. Qyteti, fshati i parë i emancipu në rrethën e Tiranës, që ishte më përpara të tjerëve, se poshtë kishte mulletin po ku ishte Petrela, njerëz me shkollë, njerëz me ambicie për të zhvilluar. Po dhe Preza, edhe Ndroqi. Ndryshe nga katon e tjera që se patën këtë. Por qyteti i Tiranës, duke u rrit i thirrje ato. Në Tiranë ka shumë me njerëz prej Petrele, prej Preze, edhe ato kanë qenë, shumica aty ne kanë qenë në drejtimin e qytetit në një formë ose në formë tjetër. A personalitete me ndikim. Ndikim. Edhe ato, edhe sot, pavarësisht kohës, e ruajnë diferencën, edhe Preza, ta shohësh Prezën, tashti, edhe Ndroqi. Më të shkolluar, më me kërkesa për jetën e për mënyrën e jetesës. Por e kanë trashëguar mentalitetin e hershëm. Profesor, përmende që 1935 dhe këtej Tirana fillon edhe humb fizionominë, sidomos me regjimin komunist, pothuajse u shpërfytyru fare. Cilat janë disa godina ekzistuese të Tiranës vjetër, pra para viteve 30? Ka. Se ne janë disa godina, por ky invazion i grattacieleve
Në rrugën e Dibrës janë 3-4 shtëpia. Në një nga këta e kanë rujt njënën, është i shtëpi, ata ke begejte, ata tjetërën. Pjesa më e madhe u prishin dhe vazhdojnë të prishin edhe të tjerat. Pa jo ka një histori. Aty në vitin 1000 deri ka qenë oficeri i ushtrisë turke, ish kryeministri i Irakut që pushkatur në vitin 1958 kryegënitësit Me Saddam Husseinin. me Saddam Husseini. Jo Saddam Husseini. Po para Ishte divizioni që kriju atje pakti Teheran, Turqi, Persi, Irak. Mirë po, rusët qenë të mëdhenj dhe shkatërruan këtë sepse u vra mbreti, bë kryengritje edhe u pushkatu edhe mbreti, edhe Nuri Saidi, kryeministri. Edhe u shpute. Kryeministri atje ka qenë oficer Pqera Xhina të shtëpi për 3-4 vjet. Ka pas shtëpia ku kam pas qenë unë, ishte shtëpia e topëve. Topët kanë qenë në përtej lanës 2 familje kishte, topët edhe çopanët, agallarët. Ajo shtëpi ishte një shtëpi zakonisht e veçantë. Mjaftot themot e që ai Selam Lleiku, që thëshën, ishte një dhomë gjigande me gjak të mrekullueshëm në tavan, po e prishën sepse në vitin 1990. Pasi duhet bëj pallat. Për të bësh shtëpi. Bëri pallat të shumtuar aty. Po godinat që nuk ekzistojnë. Ka pas shumë. Tash e para punë, pjesa qendrore e Tiranës ishte pjesa ku ishin, si me thënë, Jelt, Toptanësit, Stërmast, Këlliqt, që ishin pjesa ma e kulturume dhe ma e kultivume e popullsisë. Ata kanë pas ndërtesa shumë të mira. Prishën të gjitha. Tashti, në atë pjesën qendrore, pra në atë rrugën Mytesim Këlliqi, është hala shkolla pedagogjike. Ajo duhet babuzej sepse ishte shkolla e parë që furnizoi me mësuese shkollën shqipe. Në çfarë viti është ndërtuar? Nga vitet 1926-27. Ajo ka qenë shkolla që i dha Shqipërisë me qindra mësuese. Shkolla e parë e emancipimit të grave të ty. Po e prishin dhe te. Te objektet e kultit, për shembull, Xhamia e Sulejman Pashës që përmendet ti. Ajo që kam lexuar unë, paktën është që ka qenë ndërtim me qerpiç, pra ka pas një brez muri guri, edhe qerpiç normalisht e kam pa kur u prishun. Dhe mbrapa saj ishte teqja ose mauzoleumi ku ishte koka e Sulejman Pashës edhe varri i atij Kryezijut. Unë me majmen në prill të vitit 1926, kur ishte prishë dhe teqja, mizari, erdhen atët komunitet musliman edhe nëzorën kokën e Sulejman Pashës, se trupin e ka pas në Bagdad, ose në Basra. E fotën një kuti dhe e u zhduk. Ja, të regoj që edhe komuniteti musliman shqiptar në ato kishte marrë fund. Nuk ishin. Simbolin e Tiranës, se edhe tashtis qarë kokë nuk e pyet kush, çdo qytet në botë themelusin, ose një nër ato që themelusët, i ka ashtu. Tash edhe i monument që qeqes, i monumenti çuditshëm. E kanë foto atje, edhe ai sundona i Partit Ushtari i panjoftun përpara krijuesit të qytetit Tiranës. Profesor, e përmendëm se unë gjithmonë kam bërë përshtypje si ka mundësi që ka rezistuar kohës një objekt 400 vjet edhe i ndërtuar me qerpiç. Sot në kohë që përmendet ti që bëhen pallate, që janë të shëmtuara, po edhe nuk rezistojnë. Një gjë. Ajo shtëpia para e topëve kishte 3 shekuj. Po, atë çatia, larg mureve ishte 2 metra e sa. Edhe kjo e mbronte. Mbronte nga ajo stërvesa që muret ishin trash 80 centimetra. 2 metrat e para ishin me gur. Pastaj fillonte. Po qerpiçi
ishte, se të qajt, kishte dy cilësi, e para punë ishte më ngrafët në rtesa mrena, dhe dyta rezistante tërmeteve. Pa. Dhe tërmete që kanë ranë Tiranës kanë pas alan, as i gjurë në prishje, sa ishin për i të. Nuk e. Pra, edhe xhamia e ka pasat e strehen, pra, shumë të madhe. Pra, kjo ka qenë elementi bazë. Edhe mirëmahesh. Normalisht, kujdesja. Krahas objekteve, profesor, si ato që formuan një qytet, që ndërtuan këto objekte të mëdha, pompoze që ne flasim, normalisht që kanë qenë njerëz. Normalisht janë shumë njerëz si duan përmendur, por pak të ngjarjet kryesore të Tiranës, vitet 20, 30, ndoshta edhe me instalimin e komunizmit 45 në mbrapa. Cilët janë ato personalitete që duhet t'ju përmendim emrin, që për një rrethana apo për një tjetër janë të panjohur për opinionin publik? Shiko, një pjesë e madhe e tyre janë errësu. Tirana ka nxjerr në vitet mëte Ali Begeja, deputet që vranë në 51-shin. Ka qenë Ali Kukaleshi, hoxh që hapte shkollat në gjithë katonet e Tiranës, sidomos pjesën veriore. Dhe gjithë pasurinë tjerë, jo komunitet musliman, por kryqit kuq. Recep Jella, njëri me kulturë të jashtëzakonshme, maru në Angli, në Oxford, kryetar bashkie, edhe që përfundojnë në mizerë. Pra, kishte shumë, por që koha i muloj, se kanë dalë sa Tiranës që s'kanë pas as i personalitet i vënë aty kulturë. O konjunkturat normalisht i kanë nxjerrë. Janë produkti konjunkturave. Si përmbyllje, duke qenë se e njeh shumë mirë panoramën e Tiranës, qoftë edhe zhvillimin historik, qoftë këtë që ti e ke memorizu. Nëse do të pyesnim në një nga këto momentet kryesore historike të Tiranës, cili do të ishte ai moment historik i Tiranës që ti do ta zgjidhje të ishe pjesë e tij? Pra të merrje pjesën të. Një gjë ka shumë, por shumë tregojnë ato partë e mi. Lufta, nisja e vullnetarëve në Shkodër në vitin 1912. Për me mbrojt Shkodrën. A qyteti edhe nga katonet. Bashkë me vullnetarët e Kavajës dhe të Shijakut. Shqipëria e mesme kryesisht. Entuziazmi që u përcoll, thot. Aty ku pashku ke Hygeja ka qenë një teqe e bubullinës, se thëshë. Deri aty përcilleshin ushtarët në kohën e Turqisë. Dhe aty ndaheshin njëri me tjetrin se. Deri aty ka përcjell gjithë qyteti i Tiranës, vullnetarët. Ishte rasti i parë. Rasti i dytë, në vitin 1920 deri në 1924 që janë tjetër, Tirana bëj qendër e shumë zhvillimeve. Tirana, pjesa më e madhe e Tiranës në atë kohë, majte qendrim profanolit. Biles edhe bejlerët, Hamit Toptani, kundër Zogut. Pastaj, ku erdi Zogu, nuk u hakmarr, siç bëshën ata shokët. Siç ishte zakoni, po. Dhe nuk preku as pasonin, as kundërshtarët politik. Përmende këtë përcjelljen e këtyre vullnetarëve për mbrojtjen e Shkodrës. Unë mendoj që inshallah antarët do të bëjmë një emision special, pra një takim të veçantë. Vetëm jam kanë thënë. Unë kam pas 2 daje që shkon vullnetarë. Njëri biles në një katon të Shkodrës u plagos. Nuk kanë shku me lotë, se deri tash ti kur shkosh në ushtar, do të shkojte ushtar deri në Yemen kanë shku. I dashin me lot halalloseshin, domethënë. Po, se nuk kishte kthim. Kurse kësaj radhe kanë shku me aheng. Pra, me entuziazm, se të po shkosh me mbrojt në Shkodër, kryeqytetin e vilajetit. E vilajetit në atë kohë. Edhe fatkeqësisht Shijaku ka bë për luftën e Shkodrës, Kavaja kanë bë, Tirana jo. Që Tirana ka pas rolin kryesor aty. Pra e kanë qef. Ndoshta e ka eklipsu figura e Sat Pashës. Pas ka një gjë,
ka pas edhe të tjerë shumë, sa të pasha, aty ka pas Dibra, është përfaqësu me Dine Hoxhën, që ka xhamin tu, edhe teatrin e Halil Alis. Ata nuk përmenden Dibranët, po ato drejtuesit, ata kanë drejtuar. Po kjo është përdorimi i historisë pastaj. Historia kur merret edhe futet në ata kanalet që do ti, nuk është më histori. Disa minuta. Tashi përmende që ky momenti historik i përcjelljes këtyre. A është përcjell në një ngjarje e rëndësishme që këto vullnetar kanë përjetuar në rrethimin e Shkodrës? Fatkeqësisht. Ardhja e vullnetarëve këtu fillon ngjarje të tjera. Lëvizja e kryengritjes që thon Haxhi Qamilit. Shqipëria e Mesme. Ajo i prishi ekuilibrat. Ardhja, tendenca për të ardhur këtu për të krijuar një aleancë shqiptare-turke, Beqir Grebeneja, prish ajo. Dhe fillimi i luftës parabotnore. Dhe këto pastaj ishin shumë, lufta parabotnore ka qenë fatkeqësi për shqiptarët, sepse në të dy anët ushtrit austriake, austro-hungareze dhe italiane dhe franceze, burimet ekonomike të vendit i shfrytzuan radhë parë për veten e tyre, për majt ushtrinë. Mobilizoheshin me kuaje, me komare, me njerëz, me shku me qumë front, ushqime, municione, një tjetë. Dhe ajo kohë, pra sidomos viti 16, 17, 18, kanë qenë quajtur koha e zis, kanë vdek nga uria këtu. Pastaj filloi viti 1920, lëvizjet e mëdha, lufta e Vlonës, shqiptarët, Tirana ka çu rreth 200 vullnetarë në Vlonë, me Sejt Taptanin kry. Mirë, nuk përmenden fort. Profesor, ishte kënaqësi që të kisha këtu. Kemi shumë çfarë të themi. Edhe kënaqësia ime. Shumë faleminderit edhe.